Do të bashkë bisedojmë me zotin Milazim Gashi, që është dhe ekspert sigurie. Përshëndetje, zoti Gashi. Përshëndetje, kënaqësi. Faleminderit që bashkohesh sot. Sigurisht kishte edhe reagime, sepse edhe Vučić ka thënë që deklarata e ministres nuk pasqyron vullnetin, distancohet. Megjithatë marrim nga fillimi, sa e rëndë është e thënë kështu? Dhe kush janë pasojat? Për Kosovën realisht nuk është diçka befasi, për shkak se ne e dimë qëndrimet e Serbisë dhe të regjimit politik të diplomacisë së Vučićit. Andaj ne, siç e dimë, Serbia do të kalon me një proces zgjedhor dhe si target i këtyre fjalive, sepse kjo ministre vjen nga një zonë shumë e nxehtë e Kosovës, realisht targetimi i krejt kësaj retorike është që komuniteti serb i cili jeton në Kosovë, i cili voton në dy shtete realisht, edhe në Serbi edhe në Kosovë, andaj për të targetuar dhe për të futur ata me një lejthitje politike dhe për të aktyr nacionalizmin e vetë, si që dim ne, ashtu si që ndronë krejt çdo qeverinë e Serbi, për ne nuk është fare befasi për shkak se ata dim dhe bëllë si retorika, se kësi nëzitjesh para çdo eventi që parashit që Serbia të kalojë në zgjedhje. Duke pa edhe reagimet e njerëzve që kanë njerëz të vram, akoma të zhdukur, andaj me të vërtet në rrafshin e Dugagjinit dhe në tërë Kosovën shihet shumë qartë që diplomacia serbe Kosovën e sheh si target qitjes sa i përket elementit politik, sepse në aspektin e sigurisë Kosova fare nuk është më e rrezikuar sa i përket elementit të Serbisë. Mundet që kjo të kthehet në zemërim, zoti Gashi, për të çështje diplomatike, dhe nëse ju e njihni profilin e politikanes, çfarë mund të na thoni? A ka kjo një pravavi, një konotacion, apo është thjesht, si them, gabim, se them dot? Po, me të vërtet, në zonën ku ministra në detyrë aktuale që gjenden në Serbi, ta thëmë me përgjegjësitë e madhe, komuniteti serb i cili ka jetu në atë zonë, dikun rreth 95% e kanë shitur pronën dhe nuk janë me një farforme banor rezident të Kosovës. Andaj kjo në aspektin diplomatik vetëm në kulare politike po tenton të rreshtohet në grupe radikale për të kapur një vot në tarmen e zgjedhjet e caktuar të Serbisë. Në Kosovë, edhe në këtë frymë lexohet sepse në pashtë dhe majer në zonën ku kjo vjen, realisht gjithë prona është tash ka kaluar në pronën e shqiptarëve të Kosovës, andaj retorikat e tilla me një farforme ne dim edhe qëndrimit e presidentit e Serbisë, në mënyrë publike pa deklaruar që serbët në momentin kur dehen nga alkooli në gjendje ta pushtojnë botën me fjalë, jo me vepra. Andaj retorikat e tyre me një farforme janë tash të lexuar dhe nuk për skenën tonë dhe për këtë pjesë të Kosovës nuk shfaqin fare me një farforme interes, sepse dihet shumë qartë që nuk kanë një zhvillim të caktuar dhe me një farforme janë të kontrolluar nga institucionet të Kosovës dhe që shihet me qartë që i tërë zinxhiri i cili ka qenë, që ka bërë në Kosovë, i tërë zinxhiri i cili ka ushtru vrasin Kosovë, është tash në shënjestër të institucionet të Kosovës dhe do të burgosen dhe do të ketë padi të caktuar dhe speciale sa i përket tyne elementeve. Tani, i shton edhe më shumë marrëdhëniet e tensionuara mes Serbisë dhe Kosovës, sot që flasim duke analizuar jo vetëm në momentin e parë të deklaratës, por duke patur në konsiderate edhe reagimet e njëpasnjëshme që kanë ardhur. Nga qeveria Serbisë kemi shumë reagime akoma më të rënda, sa i përket deklarimet e një zyrtarit lartë shtetëror, shihet shumë qartë që Kosova është e përgatitur të ballafaqohet edhe me kësi deklarimesh, po andaj fokusi dhe tentativa që ata të kenë një qasje dhe nëzisin grupe të caktuar në Kosovë, ashtu si që kanë bërë me shekujnë në Kosovës, e kanë të pamundur sepse institucionet tona kredibile, si që është Agencioni i Inteligjencës dhe shërbimet e NATO-s në kuadër të KFOR-s, ja pa mundësojnë çdo grupacioni që të arrijnë të krijojnë ndonjë lloj destabiliteti të caktuar për shkak se
ne kemi institucionet kredibile që me një farforme i tërë fokusi, i tërë investime shtetëror bien për ciljen e dukurive nga disa qashe të Serbisë, si nga jashtë Kosovës, më thonë me një farforme dhe brenda Kosovës jenë në një monitorim ta them shumë të thellë, sepse Kosova ka kalu pej pikës 0 dhe e ka shumë ale që targetoj grupet të caktuar të cilët tentojnë me shfaq dukuri negative ose që tentojnë me destabilizu vendin. Andaj, deklarimit e tilla nuk shfaqin asgjë më shumë vetëm një retorik politike dhe një lloj kremi politik të saj, e cila ka pretendimet që të avancohet në detyra të caktuar, dhe unë mendoj që edhe në Beograd, nga disa shoqëri është pritur në mënyrë negative, sepse dihet përfundimisht që Kosova është shtet i pavarur dhe fare nuk ka mundësi që të targetohet ky element. Jemi ndidhje, po? Po, zë Gashim. Ti është i shkëputje që e pa përfillshme, po. Në zonën ku, ta thëmë troq, nga zona ku vije kjo ministre është shortimi ta quaj serbo-malazez, edhe dihet shumë qartë që komuniteti i serbo-malazez si të ka qenë i shtrirë në zonën e Dugaxhinit kanë bërë masakra të mëdha në Kosovë, andaj elementi saj shpihet drejt një cungimi ta quaj individual. Unë ma shumë e shoh një deklarim ta quaj individual se sa që ka ndonjë efekt anësore cili mund shfaq ndonjë dukuri, sepse Kosova tash më herët do shikoj gjitha deklarimet publike, do të sankcionoj liderët të cilët tentojnë marrën Kosovë, do të sankcionoj diplomacinë serbe, sepse me një farforme ne jemi Serbinë kemi si shtet fqinje dhe Serbia duhet të largohet nga ky element për shkak se mund të merr goditje të paramenduara dhe mund të i takojë një të kaluar së keqe, sepse ne e dimë dhunën, masakrën, vrasjet e gjitha këto, andaj çdo deklarim i tillë ne nuk na vjen befasi sepse ne jemi të përgatitur si shtet dhe institucionet tona do t'i godasim gjitha grupet të cilat nxiten nga shoqëritë civile ose nga dikasteret e qeverisë së Serbisë. Tani, po shpallja non grata nga Kosova është si është? Realisht, institucioni i përgjegjës është ta koha që o do të rregullon raportet ashtu siç duhet komunikimin zyrtar, po realisht Kosova do të shpallë në ngrata jo vetëm këtë, po do të shpallë shumë zyrtar publik shtetëror, për shkak se me ndërhyrje ndërkombëtare Kosova ka leju që ata të vizitojnë edhe familjet e tyre në Kosovë, andaj çdo deklarim i cili bëhet me një që i cila shpihet në dhunë, realisht do të tentojmë të futet në dhunë. Ministria përkat njëkohësisht qeveria e Kosovës veprim ka qenë një veprim i duhur që të shpallë në ngrata direkte dhe mos ta lejon këtë person dhe rjetizimin e saj dhe strukturën e saj që të futet fare në Kosovë. Është një veprim shumë i matur dhe i qelluar i Kosovës. Tani, qëndrojmë pak tek Shqipëria. Është kritikuar se si është sjellë Shqipëria në raport me këtë çështje, madje kishte nga ata që i përmendën kryeministit ditën që ndodhi faktin që ai fliste për Ballkanin e hapur. Si e shikon rolin? Po, Shqipëria në këtë rast, zoti Rama ka duke pa elementin të Kosovës dhe institucionet të Kosovës, Shqipëria komunikon me institucionet të Kosovës në aspektin kredibil, ta quaj në sferën e sigurisë, domethënë dy shtyllat qendrore të sigurisë komunikojnë si vëlla me motor sa i përket Kosovës, Shqipërisë, deklarimet dhe nxitjet e disa grupeve dhe disa analizëve që kryeministri Rama t'jep deklarime publike. Unë e shoh që është një veprim i ngutur nga shoqëritë atje, për shkak se veprimet duhet bëhen konform dhe koordinimit mes institucioneve të sigurisë, andaj veprimi i qeverisë së Shqipërisë dhe i Kosovës janë në koordinim të plotë sa i përket këtij elementi, sa i përket kësaj dukurie të monitorimit të qashjeve të dyshimta të servisit në territorin e Shqipërisë, por njëkohësisht edhe në Kosovë. Jo vetëm nga kjo fazë, por që shumë vite sepse janë pjesë e një skenarit të koordinuar për shkak se Shqipëria jep një kontribut të çmuar sa i përket elementit të koordinimeve, të arrestimeve, të informacioneve dhe tilla. Andaj qeveria e Shqipërisë në përpikëri e kryen detyrën ndaj Kosovës dhe institucioneve kredibile.
Ndërkohë, dhe Marta Kos ka reaguar me një herë dhe sigurisht duke e parë si një qëndrim individual dhe jo të Serbisë. Megjithatë, a ka një tentativë për ta zhbërë dhe për ta parë të ndarë, për të mos trazuar ndoshta rajonin këtë moment dhe është i vonuar ajo se çfarë qëndrimi ka mbajtur për shembull Vučić në koftë, kur themi vonuar? Realisht Vučić tani është penalizuar, ta quajmë, nga populli vet dhe është detyruar që të paraqet dorëheqjen pranë popullit vet, andaj për të destabilizuar Kosovën dhe tendenca për të destabilizuar Kosovën janë vetëm thashëtame për shkak se Serbia e din shumë mirë se në çfarë situate gjendet në situacionin e gjeostrategjisë në aspekt me fqinjit e tyre, si nga Kroacia, Slovenia, Kosova dhe pjesa e Bosnës, andaj çdo element, çdo veprim i cili atakon Kosovën me një farë forme prek një farë lloj karte të Ballkanit Perëndimor, ku që NATO është garancioni më i fuqishëm i sigurisë së këtij territori. Andaj veprimet e tilla më shumë unë që një farë lloj anekdote dhe dëshire saj se sa që mund shpije ndonjë destabilizim për shkak se Serbia din shumë mirë që në çfarë situate dhe në çfarë gjeostrategjie gjendet si shtet realisht në këtë pikë, i cili është me një kaos, e kemi tonë edhe te ju në studio, gjendet po mos kishte ndërhyrë faktorin ndërkombëtar, Serbia kishte me kalu me një luftë civile brenda popullit vet, andaj për të zbarkuar pak elementin edhe kujdesin ndaj krizës e cila gjenden brenda qeverisë e Serbisë, ata tentojnë përmes dikasterëve tyre që të alokojnë elemente të caktuara siç është Kosova. Andaj Vučić ka arrit për shembull që të ketë një ministër shqiptar, po nga i njëjti vend ku vjen kjo ministre, e cila monitorohet dhe njëkohësisht shihet shumë qartë që tendencat nuk janë të ndalur nga qeveria e Serbisë, po ndikimi dhe ndërhyrja në akses në aspekte sigurisë e kanë të pamundur, sepse më të vërtet monitorimi i shtetit të Kosovës ka një mbikëqyrje specifike, e kemi thënë edhe të ju, çdo shtet i cili kalon me një luftë speciale, kalon në mbikëqyrjet e Pentagonit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, andaj ne jemi të akomoduar sa i përket elementit të Serbisë, njëkohësisht që edhe Shqipëria duhet të përfitojë nga ky element strategjik që ne na kanë dhënë miqtë amerikanë. E qartë, pra kush janë për ta mbyllur rreziqet reale që ka sot rajoni nëse shohim kështu? Nëse nuk i vijnë nga këto mesazhe apo këto agenda, atëherë kush është rreziku real? Po, realisht ne kemi të ekstremizmi islamik, rreziku më permanent që ne mund të atakohemi me ndonjë grup të vogël si në Shqipëri, po njëkohësisht edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, mund të kemi ndonjë frymë radikale të rrymave islamike. Ne nuk kemi ndonjë sinjal këtu në Shqipëri që rrezikohemi nga ekstremizmi islamik. Po ju nuk keni, po institucionet e juaj kanë informacione të caktuar të cilën mund të atakohemi nga këto çështje, se Kosova është atakuar njëkohësisht edhe Shqipëria është atakuar në elemente të caktuar. Hamendësoni këtë apo keni informacion? Jo, kemi informacione, s'po folim kot. Realisht informacionet që unë jap janë të klasifikuar edhe të matur mirë sa i përket elementit publik, sepse maj përgjegjësi profesionale dhe elementet të caktuar të rrymave të cilët në lindja mesme i ka shfaqë dhe shfaqen gradualisht, po për fatin më të mirë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës godite që i kanë bërë grupeve në përvendet të caktuar në lindjen e mesme, i kanë paralizuar elementet financiare, se lufta speciale është elementet financiare të ndërhyrja financiare. Andaj, Shqipëria në këtë pikë është ma akomoduar se asnjëherë më tepër, sepse personi që udhëheq dikasterin e Shikut në Shqipëri është një person shumë informuar dhe pikërisht është kontraktuar nga shteti shqiptar dhe nga Shtetet e Bashkuara që ajo ta demonstrojë këtë element me kohë të caktuar, sepse i din shumë mirë korridoret e këtij rreziku të cilët na kanë osur në aspektin e Ballkanit Perëndimor. Qartë. Zëgashi, unë të falenderoj që gjithë kohën më bashkove sot në këtë komunikim. Të uroj ditë mbarë. Faleminderit, mersi.